Graçe, për higjenë dhe për pastërtinë, kishte mbështje. Nuk ishte dhe se ishte shumë. Hajde, mere veçantë. Çfarë ndodhen këto mikrofona që na bëjnë pikë kuqe ose? Jo. E di pse isha të menu, po t'ja kisha ndodhur. Ishte Faleminderit që jeni me ne, duke ndjekur Ferma VIP. Jemi gati për sfidën e 6 fermerëve tanë, të cilët tashmë duhet të jenë veshur dhe na presin në pjesën e sfidave, në arenën jashtë. Ju lutem mundsoni lidhjen me ta. Shkojmë jashtë aty ku do të luajnë me njëri tjetrin, do të sfidojnë. Ja tek janë. Atëherë, më dëgjoni? Më lejoni t'ju prezantoj edhe një herë sfidën. Dëgjojmë në ferm? Po, okej, shumë mirë, super. Atëherë, sfida për sot është një sfidë balance dhe ekuilibri. Si që jeni ashtu të ndarë në çifte, 2 veta, pra çifti duhet të mbajë 2 topat me anë të 2 tubave. Duhet të ngjiten në platformën e drasës dhe të kalojnë pengesat e kashtës. Sa po të kaloni kashtën, duhet të ulni topat. Pasi kaloni pengesat, njëri merr 2 topat në dorë dhe ngjitet mbi platformën në shkallë. Tjetri duhet të marrë koshin me rjet në dorë dhe me këmbët të qëndrojë brenda gomave, ku personi nga sipër duhet të hedhë topat brenda koshit. Ai që i pret nuk duhet të dalë nga goma. Fitues shpallet kur futen të 2 topat në kosh. Nëse nuk i fut në kosh, zbret nga platforma për të provuar sërish. A jemi të qartë? Okej. Atëherë, ku e kemi kryefermerin? Romirin? Me çangën e tij, që të ne jap okejn për nisjen? Romir? E presim që të vija, po e nisim sfidën, si doni. Romir, po ku jemo? Tu. Po, a ke një rol këtu në këtë... Po, duhet i bie çangës me çekiç. Hajde, se nuk fillon sfida pa ty. Eja, Romir? Arbana, Po. a muim edhe na me dalë jashtë? Nëse dëshironi, po pa tjetër. Nëse dëshironi, mund të shkoni, pa tjetër. Hajde, Romir, hajde! Atëherë, jemi gati për të nisur sfidën, edhe njëherë tjetër, çifti fitues i shpëton televotimit dhe vazhdon garën, ndërsa 2 çiftet e mbetura do të garojnë me njëri tjetrin kokë më kokë. Ku është çanga? Jemi gati, ku e ke çangën, Romir? Ka. Nuk e ke? Romir, po kur nuk e di ti kur e ke çangën, unë do ta di. Të betojmë Arban ka qenë e varur këtu, po... Okej, nuk ka problem. Nuk ka problem. Hajtë për jap shenjë duke më pras durët. Ashtu desh, jepi shenjën tënde, kur ti jesh ti gati, fillojmë. Jeni gati? Gati! Jeni gati? Fer. Kub, jeni gati? Po. Dona? Lerin, je gati? Po. Nada? Po. Atëherë, do ta bëjmë me numërim. Do të numëroj 1, 2, 3. Kur them 3, filloni. Gati? 1, 2, 3! Atëherë, kanë fituar Dona dhe Kuba, apo jo? Arbana, të lutem, konfirmoje me Agajin, sepse mu duk si kur ishim ne të parët. Okej, do ta konfirmoj me Agajin pa tjetër, që të jemi 100% të saktë, dhe pres ndërkohë përgjigjen e Agajit, që e kanë ndjekur më nga afër se sa te nga studio ku jemi ne, dhe të më thotë se cili është çifti fitues.
Presi pak qaste, nuk ka asnjë lloj problemi. Si u ndjet gjatë kohës së sfidës? U duke thjesht, u duke vështirë, si ishte? Interesante. Perfekt, si amore dorën tani, u bë sfida e Më shkër buk me djadhe Erbana. Cila ka qenë më e vështira? Me vështira ishte e para, jo me fuqin për mua. Për ty ka qenë Se ajo. te dyta e di që e kisha vetë fajn. Thjesht nuk e kapa atë stilin që duhet kaloja litarin, si që ecja edhe më mplik se litari duke ecur. Okej, mirë. Të shohim se kush do të jetë çifti që do të shpallet si fituesi i kësaj sfide. Pasi të ndjekim, të shohim varin edhe të ndjekim me shumë kujdes milimetrat edhe të qintat e sekondit, duke ju njoftuar zyrtarisht nga Gaj në një komunikim për Fairfaxin që po pret me Tenin, Kubën që po pret me Donën, ndërsa për Anatën dhe Blerinën nuk ka dyshime, apo jo, Anata dhe Blerina do të jenë çifti që do të shkojnë në televotim. Kush ju duk juve që fitoj? A pat me vëmendje Angel apo? Mua mu duk si kur më të avancuar Kuba me Donën, në fakt. Më duken si kur gjatë gjithë kohës ishin më të avancuar dhe më duket si kur ata e përfunduan të parë, sepse ndërkohë që Teni me Rafaelën ishin akoma pak më mbrapa, ata kishin arritur tek kulla. Por ndoshta, se di, për desa Rafaela mendon që... Po, Rafaela ka këtë pretendim tani. Jo, ideja, më falë Erbana, ideja ishte që duhet të fusnin të dy topat në kosh. Po, të dy topat në kosh. Tu jam dakord unë se e pa që kishte një gjë që nuk shkonte. Se dikush i kishte një këmbë jashtë rrotës. Jo, të dy hullën, të dy Kisha të dyja brënda. Për topat të dy kam hullur në kosh. Okej. Arban edhe unë me sa Atëherë, fitues të sfidës janë Kuba dhe Dona. Sipas varit.